Ju e keni njohur Zisi Anastasin? E kam njohur sa dol oficeri nga korpsi i flit mbritën në flotilje. Në flotiljen e Vlorës aty. Aty prej doja për kombinati peshkut. Kombinati peshkut flotilje. Prej aty unë do dilin tranzitin, ja bërë qefi lundrim në det, dhe kush dëgjonte emrin do zbriste. Kush nuk do dëgjonte do ikte nishu. Edhe në ditë ka qenë festë e flotës, 15 gusht. Festë e flotës edhe Zisin kishte pëlqente si ushtarak i tamam pamje gjithashtu. Po kishte edhe në një muën. Ato kishin shumë simpati me njëri tjetrin, po kishte edhe ca kontradikta njëri me tjetrin. Për çështje e furnizimi, për çështje mjetesh, shkurje, sazan, ardhe, pasagjerësh, ndryshëm edhe gjitha edhe ngaherë Zisi nuk i përgjigjesh Naimit. Nuk i përgjigjesh i fillon në pasarimet. Aty mësova unë ç'është komandanti i ishullit, ç'është komandanti i flotilës, se s'kisha idenë për vete. Se kush janë. Edhe s'kisha idenë për vete. Po aty fillova më afru dhe ca oficer marine që i njihnin me situatën, shumë oficer marine të tjerë, edhe mbritëm në ishull atje pash më keq kontradiktat. Midis Naimit edhe Zisi Anastasit. Gjithë ditë për ditësh, marina kishte poshtë për këta lëndët e përgjithshme. Më thret mua Naimi më cakton të shkosh ti vlla, se kishte kushirin e vete, jasit muën. Asit muën e kishte shef shtabi bazës, Sazanit ishte kushiriri i Naim Muhës. Edhe do shkosh atje tha do bësh servitet përgjithshme të tyre marinarëve, se s'majnë vesh, as përgatitje për qitje, as rreshtore, as gjimnastik vegla, as përgatitje, s'kan ide. Si detar. Si detar. Shumë këmbëtar. Edhe ç'ndodh tash? Zisi rritë mi cep atje, Naimi mi kra tjetër. Naimi më dishte mua ditë. Që ma lyse, kush e ka dëgjuar, shumë njeri mirë, shumë komandanti i bazës, atëherë i grupit MRU, i AML-s më vonë, e thot, dëgjoj, thot, edhe që pa e fili shkret, dëgjoj, thot, ky qenë ka për ju, thot, i thot njeri tjetër, Naimi Kërkosës atje. E thot e Zisi këtë, ky qenë ka për ju, se ju që e keni që civile. I them unë, o merrni këto oficera, se s'bëjnë për oficera këtë, o merrni, aty filloj, aman mos ta vi, sa më rështë të vite, mos ta vi, më këtë të të për bula ta. Gjimnastik vejta, në këto restore, në këto gjitha. Të oficerit. Mos ky mos ta vi më, këtu se na moj frymën. Shëndorin e detarta ishin ndryshme. Edhe, aty pash, Zisi tashi, nga e që u knaq, pre aty përfundon ke poligoni qitjes për pistolet, bashkë me Naimin, të dy, unë drejtus i qitjes, po i oficeri. Aty bëdhe Zisi s'more faktikisht. Edhe Naimi një goditi që more, edhe të me hatre edhash, të dy s'morën. Se dy ishin tip nervostonik, pistoleta është arme që qepsi. Unë dojë me gjerë Naimi, po borus. Një goditje, zero e një. A ju mërzit shumë aty, do bëjmë prapë ta. E bëjmë pasaj i dhash të dyve nga dy goditje, të dyve. Edhe, për lezeti ma avështë, a i vazhdoj me të, se Zisi ka qenë oficeri mirë, dhe shumë këmgullës, shumë këmgullës. Naimi ka qenë më keq e kom, të dy salarie i, po... Kishin një ego profesional e kështu, se cilin sektorin e vetë. Po ma e respektoni shumë njëri tjetërin. Me gjithse e respektoni shumë. Me 7-6 u bashku u bashku një komandë, Naimi t'ju bëj qefë si që komandat, t'ju bëj shikju që thoi që merë dhe dorë. Marina filloj shqetësimin, skalojnë në varësit tyre, dhe bëjnë me meseo atërë, në organikën. Do hierarkit. Aty oficer në qa viti filluat ju? Unë kam fillu në gusht 72. Po kështu, në pikpamjet të mënyrës së trajtimit, kështu të... Trajtimi ushqimor? Jo ushqimor, jo kështu në pikpamje kështu të trajtimit si shikoje nga opinioni një oficer marine dhe një oficer këmësor atje në... Ishte bërë normë. Oficerët dhe marinës unë jifje gjithë me emra, se duke i bërës të vite, jifje me emra. Edhe këmësorinë, nuk diskutuar se kishtë vetë, edhe bregdetin, po, kundarorin, po, jifja me emra. Edhe që ndodhë. Atje planifikohesh 4 dhe 5 vjetë do rrinin
Nishu. Nishu, Katër, të gjithë kështu prisnin. Ashtu. Edhe Marina, edhe Edi. Ndodhi kjo riorganizimet prishnin gjithë të rregull. Ishte kjo, Po, ky katër, po të kalonte 4-5 vjet, do bëshin qakullimi, do lëviznin. Po riorganizimet kanë prishur gjithë ekuilibrat e transferimit të shumë oficerëve, saqë disa kaluan sa 18 vjet nishu. Riorganizim në Se kapte riorganizim. e kapte riorganizim e filloi prapë nga e para. Për shembull, unë kam ndërruar 4 komisar nishu, 4 komandant. Po ti që ka bërë dhe Marina. Edhe ato të njëjtë, riorganizimet ka prish shumë punë në rregull në shtarak të transferimeve, të gradimeve, të marrjes detyrave të reja në përbaza të ndryshme, kupton? Edhe në detyra të repartë të ndryshme të ushtrisë. Edhe u prisë dhe u mërzitën shumë veta. Në tyre edhe unë që po thas. Po, shumë. Dhe unë që po thas. Se të kaloj Edhe se, sa që kishim një, kam pas festim tefën, bushi një. Festim tefën. Kapiten Kapiten komandë shkollë Ka po nuk e tragedju me dhe festim. Festim tragedës. Se punoj më mbrapa. Qitë pusën. Edhe se vetë Xhirë ishte beqari si. Vullnet gjafën, Po. Vullneti e puri festimin në Turkani, e puri qitë pusën. Edhe që ndodhi, të që nga i që u mërzitëm shumë, mërzitëm lidhën ke shpi oficerë, ato menin tavat dhe tyre, e rakit. Ne tavat tona me rakit, vinin marinarë ushtarë e klubi, se vetë Xhirë me zgjohën përgjegjësi i beqarëve, se se kelen po martu gjithë. Po kush merr aty? Se kelen po martu se prisin bënin plan e këtij. Asë do hikin, se kemi kohë. Do të transferoj. Çdo, tash vite se veti, lidhës shtunëve atje ne dhe vini lek të beqarnisë, tu thotë, beqarve. Po ishin shumë, po bëshin me 50 veta, beqarët, sa dhe lojnë kishte dhe kinesë në atë kohën tonë, që vini gjilozë, specialista. Bulozët PSV-ja, bulozë këta 2100 ka që reparti sekret, që i ka Maja Sezanit. A i radarit. A i radarve, kishte specialist. Qa një shumë për Po ta? kam 71. 71, Edhe, Po besnik Bedinin e ka njojtu? Bestiku nga kanina, pa kam bik. Besniku? Bestiku në ofiseri. E kam del Gjajaj, E Mostegja, s'kam taku këtë fundi. Shpakin, pak po. Ha? E kam del Gjajaj. Normal pare. Ma balla Ka që ka bëtëllin i parë me Aleksandori. Nga kanina Ashtu, e... Nga kaninës. Nga kaninë më bedin. Po është i mirë, ofiseri i mirë Bestiku. Nuk e di se që e. Ofiseri i mirë. U bëllë oficerë aty poshtë pasaj. Dhe, e që ndodhë të shi, prit organizim, prish plane, prit organizim, sa që i shumë veta dhe, dhe thanë u mërzitën, ha? Për shumë, ato që vinë të komandanti, komisari, sekretari partisë, rritë 4-5 vjetë dhe ikë të për vete, bënd të vëndin, po në ngeli që për në vënd. Që këta ishin të vegjit. Sepse ishin rangu ullët, edhe duke qenë në vënd, a i, shëko, ka një gjë, si një skuadrë, ishte dhe ka pas një skuadrë oficer, po them skuadrë do më thonë që, për shumë në veri, në Bregdet, ka qenë filan Serian Rapaj, pa marrë unë, Serian tje mamë, Plum Egan Jug, Adretik Buskaj në Perëndim, Alim Shabani këte, dhe më thonë, ky skelet nuk e iqë se ikë të puna, grupi toksor, grupi këndëror, Marina ka pas bosh letarësh kryesor, dhe më thonë, letarësh kryesor të tyre oficerave, specialistë të mirë, që po hiqe njëri prishë gjithë ekuilibri. Për gjithë edhe, këto mendoni vetëm për këtë ekuilibër, por vetë ikte në ndroshë që s'prishte punë. Komandanti ikte, komisari ikte, por ama mos më hiqnit. Unë që po të lasë, komandant togë nishu, komandant kompanije nishu, shef shtaj batalionin artillerien nishu, komandant batalionin italien nishu, shef sëvite nishu, shef operativ nishu, shef shtabi nishu, komandant nishu. Pse, ti do të bëj karrierën gjithë jetën? Dhe më thënë, se vetë për mu që ka ishulli? Nuk është kështu. Duhet të forë kërmin dhe po unë duhet levizër në gjithë pjesën e Shqipërisë. Kur edhe Ministrit Mbrojtës, pastaj u likuidova, e kompensova, kalova gjithë sistemin e mbrojtës. Që ishëm planizimin luftarak të shtabit të përgjithshëm. Kështu dhe degën e përgatitjes komandës të shtabit dhe kjo është shans që kam unë, më ka dhënë mundësia, shqyqy jam gjallë nga herë them. Shqyqy që jam gjallë. Dhe më thënë, pse? Se nuk duhet të bësh kështu. Po megjithatë, jam i lumtur, i kënaqur që
kam bërë një punë shumë edhe. Fortifikimi i ishullit. Fortifikimi i ishullit u angazhua gjithë regjimentet anijeve. Regjimentet anijeve, do të thonë baza. Bashkëpunime, qoftë në furnizim material, qoftë në ndërtim, qoftë në hapje tuneleve, janë të angazhuar të gjithë. 100%. Dhe kjo është shmerita edhe shoqërisë që ishte atje, u forcuam shumë miqësisht e shoqërisë me marinën. Çdo gjë e bënin bashkë, familjarisht, çdo gjë e bënin bashkë. Patje është një më mirë se shkolla e bashkuar, Ishull, më mirë se sa shkolla e marinës, sepse marina vinte ke Bregdeti. Mrena një ore bashkoheshin bashkë për diçka. Këmsëria e Bregdeti vini ke marina urgjent, vishun shpejt se vini shpejt. Shtabet bashkëpunonin në mënyrë kompakte, nuk ishte më mirë ku të shkonte organizimi për gjithçka. U bëm shumë miq, shumë të afërt, edhe filloi të funksiononte në mënyrë shembullore. Ishulli si një ropëmbajtëse që rrin në vend. Që rrin në vend, ropëmbajtëse që rrin në vend, po me një sistem drejtimi shumë të perfeksionuar. Shumë perfeksionuar. Shumë perfeksionuar. Domethënë, shërbimi